Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në ceremoninë zyrtare të dorëzimit të titullit qytetar nderit për zotin Tom Marvukaj. Një duar trokitje. Ftoj të pranishmit të ngrihim në këmbë, të ndërojmë hymnin kombëtar. Tom Marvukaj ka lindur me 7 mars 1967 në fshatin Zagor të njësisë administrative Shkrel. Në vendlindjen e tij në Malësi të Madhe ka mbaruar shkollën 8-vjeçare dhe të mesme, që në moshë të re ka shfaqur talentin e tij në fushën artistike kulturore e kryesisht në folklor, duke bërë një nga instrumentistët më të mirë, i vlerësuar edhe si dueshyti i Malësisë së Madhe. Është autor tekstesh ku ka interpretuar edhe vetë dhe me grupe folklorike, me muzikalitetin e tij me çifteli, duke kaluar për masat lokale e rajonale, me prezencën edhe në festivale folklorike kombëtare në Gjirokastër e kudo në trojë shqiptare e më gjerë. Është vlerësuar me çmime të ndryshme për tekste, si këngëtar dhe interpretues. Çiftelia, ky instrument që nuk e heq për asnjë çast nga dora, ju bë armë atij mirënjohjes për çdo koncert brenda dhe jashtë vendit. Edhe sot që jeton në Itali, ajo vetëm nuk e harron vendlinjen e tij zagore në Malësinë e Madhe, por edhe atje jep kontribut të madh në ruajtjen, përçimin e trashëgimisë të brezat e sotëm, si dhe kontribon edhe për brezat e ardhshëm. Ai njihet kudo, jo vetëm si këngëtar, muzikant, por edhe si një njeri me vlera të larta humane dhe vetare. Një duar trokitje për zotin Tom Marvukaj. Fjalën e hapsi e japim kryetarit të bashkisë zotin Toni Marinjaj. Përshëndetje gjithëve. Pikës parit du t'ja filloj me Tomën, me nusën e tij, me fëmijët e tij që kanë ardhur për ta vlerësu këtë titull që mendoj që janë për ta vlerësua. Njëkohësisht ju të gjithë që jeni këtu. Këtu janë persona që janë të pasionum apo kanë kontributet të mëdha gjitha këto vite të pjesa muzikore, por edhe persona tjera, po persona që e dojnë artin, e dojnë muzikën, njëkohësisht vlerësojnë edhe krijimtarinë e zotit Tom Marvukaj. Toma nuk është i rastësishëm, është një burrë që rrjedh nga një fis shumë i njohur, në fiset më të njohura të Malësisë së Madhe, nga Marvukajt, që edhe në shekuj ai fis ka nxjerr burra me vlera, pavarësisht rrezimeve të ndryshme që kanë kaluar, apo qeverive të ndryshme, por gjithë secili ka specifikën e vet. Dhe ky në rastin konkret, përveç punëve tjera që ka bë, ka kanë një krijues që ka kënu fshatit vet Shkrelit, por edhe gjithë treve së Malësisë së Madhe dhe Magjan. Njëri shumë i apasionum, një njëri që
ka hek nga vetja për t'ju dhënë tjerëve, sepse normal që kjo krijimtari nuk ka se ka pas edhe të mira materiale në cilën do kohë që ne mund të flasim, qoftë të më përpashme, qoftë të sotme. Por shpirti gjithmonë i ka buru që për vendin e vet t'japin maksimumi dhe të lanë gjurmë edhe në të ardhmen. Kjo tregon që edhe fëmijëve t'ja ka fut në gjak këte, ku vajzën e ka një vajzë talentume, ku merret me muzikë dhe shpresoj që dita ditës ne ta shohim nivele shumë të larta në Itali. Por jo vetëm italisht, por edhe shqip. Sa është veni i jot veni jon dhe kjo është e rëndësishme. Dhe po bën njeriu i madh, gjithmonë duhet me thënë prej nga je. Malësia e madhe është një emër shumë i madh. Se ka njerëz që realisht janë të mëdhenj dhe po bën ai madh i fshatit më të humbur në botë me kanë historinë e ke të shkruar nga të tjerët. Por identifikon familjen, fisin, racën edhe kombin. Kështu që venin gjithmonë duhet me transmetua edhe kryesisht se prej ka je. Që gjithë ty suksese. Pritom, unë shumë i gëzuar që ndodhem në këtë pozicion pas një kërkese të disa intelektualëve në Malësi të Madhe, Këshilli Bashkiak e miratoi titullin qytetare Nerit për ty. Jam i bindur që siç e kanë vlerësuar, e vlerësoj dhe e meriton plotësisht dhe shpresoj që të jepsh edhe sot që mendoj që i ri, se ne moshatar jena, ke kohë për me bërë krijimtari, prodhimtari të tjera dhe jep drejtim dhe të shfrytëzosh gjithë potencialin tanë deri sa ne të ndrojmë jetë. Kështu që edhe herë, respekt për ty, për familjen tënde, respekt për gjithë që jeni këto dhe gjithmonë bashkohena në gëzime e të mira. Faleminderit. Bashkia Malësi e Madhe, vendim Këshillit Bashkiak, numër 26, shtator 2025, jep titullin qytetar Nerit zotit Tom Prek Marvukaj, me motivacionin për punë dhe për kushimin e tij si një qytetar bashkëkohor, si një kontribues në art dhe kulturë malësore e magjar, sidomos në fushën folklorike, duke lartësuar kurdoherë treven ton Malësi e Madhe. E gëzosh. Të dashur miq, mirë se u ka bërë Zoti i gjithëve. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme kjo ditë që mua më ofrohet titulli qytetari i Nerit i Malësisë Madhe. Prej durve kryetarit Zotit Toni Marinaj e Këshillit Bashkiak, i cili ka vënë pesh të gjithë atë pjesë krijimtariet 50 vjeçare që unë pra jam monua në më të mirën, edhe t'ju thëmë realisht, sa herë që kam dalë në për skena, si kombëtare, ashtu edhe këtu në vend, ku kam le, kam pas shumë emocione, po kësaj rrallë, më kanë përshkruar gjitha emocionet, duke pas parasysh se këtu shoh shumë miq që kam punuar një jetë me ta, shoh poet, shoh artist, shoh kryetarin e lidhjes shkrimtarëve artistët në Malësi Madhe, zotin Kaderi Ujkaj, shoh gjithë ata që kanë kontribuar për me pru emrin tëm me vu në të peshore e cila vërtet ka anua shumë edhe të gjithë një zanit e kanë përshnet. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni kontribuar për me ardhur në këtë moment. Faktike, Bashkia Malësisë Madhe Neri Kumit
për mua është një peshë ma shumë se çdo trell tjetër në shqiptari. Pse? Sepse gjithku kam shkua, që kam përfaqësua Bashkinë e Malësisë Madhe, Shkodrën, gjithkun pra kum kanë të ku evente, si me Life Hacen e me disa artistë që nuk po i përmezit, vërtet më është afrua atje, kryet atje si që majmë në këtu, pra në nder edhe në respekt të identitetit tonë kombëtar. Tash sunit, jam shumë i kënaqur që edhe gjubleta e Malësisë Madhe, pra 4-5.000 vjeçare, ajo mori po atë çmim të merituar që ka merituar për me kanë vlerë në UNESCO, edhe ajo ka rrit jo veç vlerat tona si treu, po ajo ka rrit krejt vlerat kombëtare shqiptarisë. Uroj që artistat e ri të vinë me një talent të përsosur si që na vunu edhe na me pas, duke mbrojt për i 37 të vitesh laureatin e festivali kombëtar, një që për mua ka kanë një shkëlqësi, si mund ta quaj në dorët e mia. Falënderes zoti kryetar, nuk gjej fjalë për me të ua ma shumë se këto sa që fola, sepse një vlerë e madhe edhe vërtetësisht, po ta zgjas bisedën, do t'ju falënderoj si artist në emën të artit, sepse qysh se jeni ju në detyrë, jo veç mua, po vlerësoni të gjithë ata artist që kanë meritua për më dhanë këtë vlerë që më afrohet ju sot titullin qytetar i nderit Malësisë Madhe. Këto nuk do të përfunoj në gjitha, duke pas parasysh edhe moshën si shteti, son edhe këto ditë kam ofrua për shkrelin një tekst të Becpatanit që faktike artisti markomtar Salimani pat ekzekutua me lahut, pra edhe ai meti, si me thanë, pa i ba një muzikë bukur. Mirë po unë tash i këto ditë e kam kompozua, edhe në të ardhmen, pra çdo krijesë që ka met në për syrtar ndoshta jo e vlerësuar me sa çashtën e mujtun, unë do të mundohem që ti përtri edhe ti qëndroj realisht artit ton aq sa që meriton. Falënderes. Falënderes. Në vijim të ceremonisë ftoj nën prefektin e Malësisë Madhe të thot dy fjalë përshëndetëse. I nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar shok dhe miq të Toms, të nderuar familja e artistit malcor Tom Marvuks, me thënë drejtën Tom, një jam shumë i gëzuar që jam pjesë sot e këtij evenimentit që kryetari i bashkisë në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak të kanë dhënë këtë titull qytetar nderit. Thënë drejtën ti e meriton, se je një artist, një instrumentist, një tekst shkrues dhe një interpretues. Dhe rrallë mund të jenë njerëz që i kanë të trija, por Zoti ti ka falë këto dhe ti i ke përdorur për Malësinë e Madhe, për treguar ato vlerat që ka Malësia e Madhe. Prandaj të uroj shëndet e jetë gjatë, si i ri për të dhënë prapë me instrumentat tu dhe me tekstet tua Malësisë Madhe. Shumë faleminderit dhe qofsh jetë gjatë. Respekt. Nderime për gjithë që keni ardhur me nderu Tomen, nderime edhe për Bashkinë Malësia e Madhe dhe ata që e kanë propozuar Tom Marvuken si artist për të deguar për të dhënë qytetar nderi. Nderime edhe familjes e të afërme të gjithë, nderime shpresës nusës shumë të mirë, kur ne flasim me orë për folklorin dhe asnjëherë nuk mërziten. Atëherë unë do të ndosha në 3 aspekte: krijimtarinë dhe rritjen e Tom së ardhin deri këto. Familja Tom Marvuks,
vjen nga familje që të gjithë kanë këtyre kanë kënu në shtëpi. Baba i vet ndjes past zoti Marvukaj. Ka kënë një lahutar i mrekullueshëm që vite kënute në aktivitetet e mia. Njëkohësisht preka. Viste Margita që e kena këtu një këngëtare shumë e mirë, edhe një dur trokitje, kord në aktivitetet e mia, është motra e Toms. Vite pranvera Vuka një artiste që rol kush e ka, por u martu në Itali, me gjithë se kënoj në Zvicra, gjithanej në Maqedoni, gjithanej, nuk është, por një këngëtare shumë e rol. Vëllai vet, Deda, një gisht edhe më e mirë se Toma, por është në Itali. Toma është një familjar i mirë. Ko boj një shtëpi, e gëzën, vinë vajzat, kënaqen. Kjo është kënaqësia që në dhuron Toma ne kur vjen në vendlinja dhe nuk është pak, se shumë njerëz shkojnë nëpër plazhe ose në vende tjera, Toma e ndon dëshirën, dashurinë me vendlinjen dhe kjo është shumë e bukur. Përveç se djalitors Fran Marvuka, i cilin do ta përshëndesim nga larg, një gjeni edhe ai si Toma, cili morën pjesë në gjitha festivalet dhe çim në run. Pati edhe shumë kushrina që vishin pa të klif, edhe pse ishin vajzë në aktivitetet të mia. Përshëndes edhe diellën e cila ka marrë pjesë. Atëherë, unë do ta ndoj edhe me rritet sociale. Përveç krijimtarisë, ato që ka bë Toma, i ka shpërnda, ka shku në për aktivitete, në për evente, në për mramje. Dhe Toma ka bë një gjatë madhe duke përfaqësu shkrelin dhe malsin me qifteli si rol kosh. Sepse sot shikojmë, sepse ka një vëmenit posaçme të rritet sociale, dhe Toma e ka bë këtë me dashuri për të paraqit atë pjesë nëpërmjet folkut të tij të malësisë madhe, me Kosovë, e me të gjithë, me Barrashiti etj etj. Dhe kjo, mos harroni se është një pjesë e jesë dhe pjesë shumë e bukur, cilën do ta bëjmë të gjithë sepse do t'u lëmë brezave diçka. Atëherë, pjesën tjetër do ta ndaj përveç festivaleve në Prishtinë. Kur Toma ishte pjesëmarrës, edhe më tha Lifa, po vjen të shkojmë në Prishtinë, pa mora nejt me 3 ditë. Ishte një aktivitet i mrekullueshëm i jashtëzakonshëm. Ata kosovarët punojnë shumë për folkon. Kishin mbledh instrumentistët më të mirë shqiptarisë. Të Lezhës, të Pukës, të Mirditës, të Kosovës, Malësisë, do më thënë Matan, Kufinit, etj. Por, përveç kësaj, aty ishte eventi 3 ditor për më mbledh krijimtarin e tonë këtyne artistave, ku Toma performoi afër Barrashitit, afër rapsodit më të mirë, Gent Hords, Fatmir Makollit, të Sadri Dheshit, të gjithë artistat që kanë punu me Nushitin, por ishte një risi që unë rrallë herë kam përjetu në e gjatë bukur, ishte një festival, por Toma ishte nërë më të parë dhe më të mirë të atë. Dhe meriton një dur tokitje, ka shku i smur në Prishtinë, vetëm me dashurin që ka pas për artin. Edhe unë do ta mërë dhe këtu po kam diçka tjetër me shtu. Unë do të flasë 2 fjalë për mikën Pileta Deden, e cila nuk e ka lëkshu kur qiftelin prej doret, nuk e ka hej kur gjubletën. Në atë kohë që unë vete kam 3 gjubletën në orës kur më dojë shpia, për nuk ne kena pas disa butalli që në kry, por Viola i ka majt, i ka pasqyru, ka kënu, ka shumë këngë, dhe unë nuk them që me ja ushqypa këtu një jetë këtë, por unë them se meriton një mirënjohje në këtë aspekt. Meriton mirënjohje shumë Zagora, sepse është një trull që kolon shumë. Unë vetëm familjen Marvuka i ba me premen një të keqa thubal, edhe me histori, edhe me luft, edhe me gjana. Unë nuk po zgjate ma, edhe një herë përshnes shkritorin për gjanë e mirë që ka batomën. Edhe nusen e Tomës e përshnes veçantë, tanë familja. Faleminderit. Vajzat po, se vajzat dolen, por nusja nuk doli, për ne desha, sepse ne flasim shpesh. Ishte me njohje tonë për ty me të vërtet që jep shumë. Bravo i qoftë. Faleminderit që na mlodh sot për një artist folklorik si Tom Marvuka. Për me një lifja Zogorën, edhe unë kam 2 fjalë për Zogorën. Na vjen një burë për Zogorët për fest, edhe vesin plesh thot shikin i punë me grunin si mjetë. O, thot, ne grunin thot në hangrën zësht. Po pse thot zësht ka gjithkon? Jo, thot, po ka në, thot, që atjen Marvukaj, Toma e Frani, thot, dalin me qifteli, thot, e zësht më lidhën në përpem. Këto, thot, në qenër Zogor, thot, lifja Shabani me do tjirë, thot, u vjen qiftelive edhe zësht në shonë. Fillimisht.
fillimisht nuk e besova. O kupton, po i qisha, por kur kam lexuar një libër të Ramazan Sokolit, e përmendë si legjend, thotë një malsor, thotë i bitë e bukur qiftelis, thotë, edhe dimnit, thotë mlidhej tonë më halla me një gjua. Po, sa doli, thotë pranvera, doli në një pëmë, tu i ra qiftelis, u mlodhe në zëqë, thotë, edhe i zëk, thotë, i shkoj të bishti qiftelis. Pra kja. Në fakt, kë instrument në malësit madhe ka hinë shumë borë. Edhe në kjo se përmenim se kush e ka përfalsu i pari, formacioni më i parë me qifteli ka kanë Zogora. Frani, Toma, Shabani, Lifja, disa tjerë, janë kanë parë që e kanë pas orkërsinë e qiftelive, që sot në malësit madhe nuk kemë orkërsinë e qiftelive. Toma i ka hi me vullnet saj punë, e ka dashuru qiftelin, sepse vetëm në malësit madhe quhet fjala qifteli. Në shumë vene e quajnë tamburo, e quajnë tamër, e quajnë karadyzën, po në veç malësit madhe qiftelia, se malësia madhe i ka emnat me veprimi. Qifteli dhe më thonë qift me dy tela. Qift me dy tela, malësia madhe ka qifteli. Po të mos kishin kënë këta artista malësorë, nes do të kishin pas as lahut, as qifteli. Pse të vjetit kanë dekë që kanë përdorë, këta janë brenzi që e kanë marrë në dorë. Po të mos ishin lahutarë për Tashnila, Janus Delaj, dhe Zit Buqi e shumë tjerë, ne do të kishëm harru dhe lahutër. Ta janë që e kanë qenë. Po kështu dhe për qiftelin janë të grupe, këta artista që e kanë majtë e kanë rritë. Një defekt e kanë, mos të vinë keqë, që kuj pa jalonë këtë vegil. Kanë po mësojnë ta njerës. Duhet se zbanë me gjithë mënyrën që i me mësua, me hapë kurse, me mëso këto vegla muzikore, se do të harrohet atë moment. Tom Marvukaj mund të lanë çdo lloj punet e mu marrë me atë qiftelisja. Unë kam informacione nga Italia, more dasëm, more festa, more gzime, more bashkime, more koncerte, more tana. Tom Marvuka është i pranueshëm, edhe është njësoj që me kanë malësit madhe, se atje ka shumë malësorë. Në këtë rast ka kontribut edhe bashkëshortja, se edhe ka sakrifikua, që me i kryu mundësi tomë që më marrë. Pra në i uroj Tom Marvukës, i uroj jetë gjatë, sa më të gjatë, shnetën familje, sukseset në tonë fëmijët e saj, edhe gjithë mjetë. Atëra nga familja, një përshëndetje. Falenderit për gjithve, e një vetin shumë krenar, sot për këtë titull që jepet Vllautem Toms. Falenderoj Këshillin Bashkiak dhe kryetarin e Bashkisë Zotit Tanin Marina, të cilit i bën këtë vlerësim. Toma nuk ka rastësi, domethënë që që i bën qiftelis apo që ashtu, por është një traditë të trashëguar që është prej të parëve ashtu siç tha Lifja, me babën, me motrat, me vëllezërit. Dhe falenderoj për gjithëve edhe për pjesëmarrjen. Falenderoj. Ju uroj shëndet gjithëve, edhe mirë se ardhin në këtë event më të bukurin të jetës time, njeriu të dashton që e kam përkun, e kam curulat në përhardhia, e kam rëzua, e kam qua. E për mua është një krejt gëzim. Ju uroj tanë pjesëmarrësve, vetëm mirësi, e ju uroj malësisë madhe që njerëz si janë vëlla të vinë edhe kështu klej, se kena nevojë. Edhe unë jam mërgjimtare tash 20 e sa vjet, por të gjana marrën qethin trupin edhe kur isho pa jo kështu direkt. Falenderoj Zohin Shpresa, ja ka dhënë gjitha mundësit burrit vet me lëviz, me ne edhe shumë vetën atje me 3 vajza, e kjo është merita dhe saj, për me diftu atë se ka i vjen rrjedhja Toms, duhet me folë shumë, se na i macë kena pasë dhe ata kena ba me këcyë. I na kënë të tanë si dëzenqarë, por e Tomen e gëzësh atë fletnerit, edhe të trashëgoshin edhe fëmija. Faleminderit.
Së parit mirë sot gjeta, është një ditë shumë e bukur sot që marrim pjesë në këtë vlerësim ka është merituar si është për Tomen. Toma është një artist i mirë, një folklorist i rregullt, që na ka përfaqësuar në gjitha eventet kombëtare, festival Gjirakasës, në të gjitha vendet ku Malësia Malla prezentu. Nuk besoj që kishte një vepër më të bukur, më të mirë se me vlerësu Tomen, sepse duke vlerësu Tomen, vlerësojmë familjen më të vlerësuar të Malësisë Madhe, si që është familja Marvukaj, një familje me kontributet të jashtëzakonshme, njerëz sakrifikuar, njerëz me dinjitet që i kanë lënë Malësisë Madhe shumë dhe e kanë bërë Malësinë e Madhe shumë krenare. Unë vllajën e Tom se kam mik ngusht, mik bukët, e kam shumë shak, dhe erdha sot me marrë pjesë këtë ditë të lumtën për këtë familje, sepse vlerësohet një njeri me titull qytetar nderit, dhe thotë që kjo familje meriton shumë. Ata që e meritojnë respektin e vërtet janë Këshilli Bashkiak dhe kryetari i bashkisë Tonin Marina, i cili është shumë i vëmendshëm e shumë i kujdesshëm për këtë ditë bukur që ne duhet përjetojmë gjithë së bashkut. Flasësh për Tomen, ko dënë shumë, me të vërtet dënë shumë, sepse Tomen kam 40 vjetë që e njeh dhe Toma është një artist i vërtet, atin që nuk mundet asnjëri prej nesh me mohu kontributin e vlerat e tij, as familjes tij, edhe as të Malësisë Madhe që i përfaqëson Malësinë e Madhe atje ku është në gurbet. Duke ju falënderuar gjithëve që ishin sot këto, familjen e tij në veçantë, që ndihet shumë e lumtur dhe shumë e gëzuar që merr pjesë. Tom si uroj jetë gjatë të lumtën, edhe Tom si uroj edhe sukses, edhe Toma duhet vazhdojnë akoma përpara, mos rrinë atje më shehun si rrëvojgjat, po tjetë këto. Tom, të roj të në të mirat një, ty e familjes tëne, edhe të roj suksese, edhe të roj zoti fëmijët e familjen, edhe të një të roj shumë shëndet e suksese njëtë që i karan men me të vlerësu ty. Këshilli Bashkiak në të rishë që i kanë votu për ty. Uroj gjithëve të në të mirat, edhe sa doj largë që të duke, më në gjithmonë jam me ju, edhe u kam në zemrë në shpirt, e Malësia Madhe bën pa mu, po unë kurse si po Malësinë e Madhe s'bëj. Të në të mirat. Është një moment të kënaqësie personale, po besoj edhe komunitare, edhe këtu si kolektiv, që po përsjedhim në këtë ceremoni, nderimi, një ndër figurat më të goditura të folklorit, anëtarin e shoqatës shqiptare artistëve të Malësia Madhe Neri Komit, dhe në emër të shoqatës që ka propozuar për titullin qytetar Neri, edhe në emrin tim personal, duhet të them që tek Toma gjejmë vetveten si identitet në mënyrën më të mirë, më të mundshme, më të plotë. Unë Tomen e njoh, jo thjesht në Malësi, por e njoh edhe në komunitetin italian. Toma është një qytetar i mrekullueshëm, është një solidar, është një altruist, është një humanitar, por është edhe një mjeshtër i instrumentit, nga më të radhët, jo thjesht që ka marrë pjesë në disa, pra thuajse në gjitha festivalet lokale, edhe në 2 kombëtare, por Toma ka një investim profesional në instrument. E sjell instrumentin në të forma që të merr me vete, pra ka shijen e hollë, ka tempin e hollë, ka gjithnjë tematika që përjetojnë, përsëritin bukur identitetin tonë. Unë i uroj bashkisë dhe zotit e Marinaj që të na përcjell gjithnjë të tilla vlera si Tom Marvukaj, të tilla vlera të dinjitetshme, të tilla vlera afrimuese, të tilla vlera që ne na bëjnë të jemi krenar në jetën tonë. Faleminderit. Tom e urosh. Të gëzosh. Shkurtimisht edhe unë përshëndes kryetarin e bashkisë zotin Tonin Marina, në prefektin edhe administratorin Martin Plumi. Të gjithë të pranishmit këtu, përshëndes të Marvukën me familjen e tina, me fisin e tina. Ai është një shok i mirë, i shok në sjellje është edhe me mua, ashtu si e tha edhe Kadria, sa herë shkojnë në Njana, Tomën unë e takoj. Ne kemi në miqësi, shoqëri. Unë nuk do të zash shumë, për arsye se kanë shumë artista këtu, poet, shkrimtar,
edhe tjerë që duhen me folë. Toms i uroj me shëndet, lumëtori, ti, familjes tina, takzoni titullin qytetar i njerit, një artist i mall, i malësisë madhe. Ke ba krenar vetin, fisin, familjen, pa ke ba krenar edhe ne. E gëzosh titullin edhe një herë. Faleminderit. Në Varëzi ku jeton Toma, kam patur rastin shkoj disa herë kryesisht për punë, por edhe për turizmin. Jeton një komunitet shqiptar shumë i integruar që na bëjnë krenar me gjithçka kanë arritur me familjet e tyre në fushën e agrobiznesit, fushën e ndërtimit dhe në sektor tjerë që me të vërtetë janë vlera spikatura të shqiptarëve. Por në Europë nuk është lajm as një ndërmarrje sado suksesshme, sepse ne jemi të vonë në ekonominë e tregut lirë, por ngjarje dhe lajm janë shqiptarët në fushën e artit, kulturës dhe sportit. Toma është njëri prej tyre dhe Shqipëria krenohet me traditat, me kulturën, me gjithçka ka përcjell nga shpirti i artistit në përshekuj, sepse Shqipëria në vend i vogël përfaqësohet dhe identifikohet në Itali dhe në Europë me kodikët e Beratit, me statutet e Shkodrës, me xhubletën, me vlerat tona tradicionale, me instrumentat muzikor që Toma i ka aq për zemër, i donat shumë dhe i ka marrë me vete bashkë me mallin, bashkë me kujtimet, me shpirtin shqiptar dhe i man aq pranë dhe ja u përcjell breza si një dashuri për të ruajtur këto vlera spikatura të malësisë madhe. Ta gëzoj Toma dhe respekt për Këshillin Bashkiak të Malësisë Madhe që i sjell në evidencë dhe i vlerëson ata që meritojnë dhe besoj që në këtë rrugë do të vazhdojnë, sepse treva jonë ka personalitete spikatura në shumë fusha që meritojnë ndërimin dhe vlerësimin. Faleminderit. Tom si uroj shëndet. Inshallah i prinjet e marr atje ku jeton. Edhe dosha me amor veç dy fjalë, me fjalë, më fal Toma, besoj. Në 83-shin Tom Vuka, dhe Fran Vuka, bashkë me vëllezrit Kodra edhe vëllezrit Vleshi prej Mërditë, po janë kanë me Shkodrën në atë kohë, kanë zonë vend parë shkallë Republikët, në 83-shin. Në 88-ën, po këtat gjashtë me fjalë dyshe dhe i kanë quajtur vllaznit Vuka, vllaznit Kodra, vllaznit Vleshi. Kanë sfidua Nuashytin. Nuashytin nuk kanë sfidua kollaj, po në kuptimin e fjalës, me punën që i kanë bërë këta djelmoqa, ishin tonë 3 atër, në kanë tonë 7-18 vjeç mund t'je kanë Toma, Majriu, edhe kanë zonë vend parë, shkallë Republike 83-88, që këmë kanë unë prezent me ta. Ashtë knasësi e male, që i nepet këtë titull, më këmë shumë qef, bravo i kjo, edhe Këshillit Bashkisë, edhe kryetarit Zotit Tonin, që i napin këta mirënjohje për këta njerëz, mirë është sa të munden me mujt me gërshetuat e tonë ka pak, se dhe knaqen, se gjatë tjetër se lek e kështu s'ka, se nuk ka pas lek kur, asnjëherë më dhonë në fakt për artistat, lek në nepën pak me thonë drejtën, jo këtu të na, po tonë Republikën. Pra ne kanë emigrua, kanë hupet tonë, alamet artistash, alamet kanë ikër, kanë mordhen, nuk i ka për krah kush. Allah gjina, nuk punohet me brazineri. Në të shëvë, jo më 70 vjeç, Toma, shokët e Tomë se tonë ikën, pra ishte dash me punohet dikush me këta brazineri. Jure është e tonëve, Tomë si shala i prinjet marë njët ati ku jeton me familje me tonë që ka. Një shamirë për ju. Falenderit. Nikol Buçi. Të përshëndetje gjithëve. Ishte kënaqësi që u bashkuam sot me këtë artist, me Tom Marvukën në familjen e vet, se je kena shumë kujtime të bukura, qysh se kena kënd vegjel, gjithkund për programa artistike, kena shku më të partë te televizori shqiptar, më kujtohet se kena kënë edhe me këtë zemër hushen këtu edhe me Çiftelia atje bashk, edhe me ty gjithkund. Janë kujtime shumë të bukura, po janë shumë ta me përmend, kështu që të uroj shëndet e gjatë, e të privet Zoti marr me familje me tënë që të kesh, edhe Çiftelin mos ta harrojmë kur. Kalosh i bukur, e të natë mirë ato Zot. Përshëndetje, mirë se keni ardhur të gjithë ju këtu. Për mos me zgjat shumë, sepse me përsërit një tjetrin
nuk ka dhe shumë vlerë. Tom Marvukaj është një nërë pjestartë se po i qujmë tamam artistave të Malësisë Madhe, i përket një plejade që ka punu me shumë njërës për Malësinë e Madhe, flas janë të mlej, se kur ishin vëzërit Buçi, Yunus Delaj, Violeta Deda, Lipe Asa, Smuni, Arben Delaj, Fred Delaj e tjerë, të cilët janë një vlerë për Malësinë e Madhe. Për mos më zgjatë shumë për kontributin e Tomës, sepse tanë e dim dhe të tanë e thanë kontributin e të Marvukës, unë duhet shpre falenderimin, në radhë parë shpre falenderim për Kadri Ujken, si kryetar lidhës shkrimtarëve dhe artistëve të Malësisë Madhe, i cili bani propozimin e tij në Këshillin Bashkiak për Tom Marvukën, njëkohësisht do të përshëndes dhe kryetaren e bashkisë Tunin Marina, njëkohësisht dhe Këshillin Bashkiak që e aprovuan një nisëm të tillë. Do të uroj suksese Tom Marvukës, familjarisht dhe punë të marrë në gjë aspekt të jetës tina. Uroj që të bashkohena për tilla aktivitete gjithmonë për mira. Kjo është në standard. Përshëndetje të gjithëve. Unë flas si përfaqësues i Këshillit Bashkiak Malësia e Madhe, Komisioni i Vlerësimit të Figurave. Duke vlerësuar Tom Marvukën me qytetarën e Malësisë Madhe, Këshilli Bashkiak i bëri një herë vetës së tij, duke rritur vlerat e këtij titulli, i cili vërtet Tom Marvukën e vlerëson në nivelin më të lartë që ka Malësia e Madhe. Tom Marvukaj një instrumentist, një artist shumë dimensional në të gjitha trevat shqiptare, shqipfolse. Krimtaria e tij është e përditshme në familjet tona, në gëzimet familjare dhe kudo. Është njeriu human dhe sa duhesh për në flasim, por duke u ndalur e uguruar sukseset e tjera ta mbajnë me nder titullin më të lartë që Bashkia Malësia e Madhe i dedikon dikujt. Kenar familja, kenar gjithë ne për një njeri që cili na ban të lumtur. Faleminderit. Akademiki ekselent i malësorëve Gjovalin Shkurti, në një përshkrim që i bën një miku që vjen Malësi, thot kështu: ishte i pashëm e hishëm për kaduka, fliste pak rrallë e veç kur duhe, kur e merte qiftelin me knua, edhe gojët më lafazane u shndroshin në vesh. Mezen e merte nga pak, e rakin e pite hish. Ky është Toma. Ka ardhë mik në Malësinë tonë, është në mesin e të gjithë neve dhe merr një titull të fshu. Titullin më të lartë qytetar neri. Ky titull për Tomën është një kostum që e vesh, e bën që të duket hishëm në syt e familjarëve, në syt e nusës së tij, dhe e bën që të duket edhe më bukur në mesin e luleve që i çoi brezi i ri dhe që ja dorëzoi, si stafet për të mirat që shpresojmë se do të vinë. Por kjo ishte për sot, e për mot këtë titull do të shërbej që të gjithë ata njerëz kudo që janë në Shqipëri edhe në Itali, kur Toma dhe shumë të tjerë nuk do t'jenë, ata kur nuk do të turpënohen kur emri Tomës të përmendet. Prandaj ju uroj shëndet, krijimtari dhe falënderit Tonin Marina, falënderit Këshillit Bashkiak për mirësinë që na sollit sot. Unë
do ta kem më i vështirë për me folë se me keni marrë të na fjalë. Megjithatë, mua mbetet veç t'ju falenderoj të gjithëve për fjalët e mira, sepse Toma, përveç se është një shok i imi, është edhe mik i imi, një ndër ata njerëzit që unë kam më shumë për zemër dhe kemi nda me të gjithmonë krijimtarinë tonë. Unë sot vërtet ndihem i lumtur që miku dhe shoku im shpërblehet për punën e tij nga Bashkia e Malësisë Madhe si qytetar nderit. Unë dua të falenderoj edhe familjen, mbështetjen e saj që Toma e ka pas për herë, por edhe pjesëmarrjen tuaj në këtë event të rëndësishëm, fjalët e tuaja të ngrohta dhe të mira, të cilat e zavruan për mua të gjithë bisedën dhe më lanë për gjysmë. Por i dashur Tom, unë kam një mesazh për ty, të cilin do ta ndaj jo vetëm me ty, me familjen tane, por me të gjithë pranishmit këtu sot. Nga një mike e përbashkët dhe shoqe e jona, e përbashkët një krijuese e mirë, malësore, i nderuar Tom dhe familja juaj. Në emrin të familjes son dhe në emrin tim personal, unë Vera Gjonaj, dëshiroj të shpreh urimet më të përzemërta për këtë vlerësim të lartë titullin qytetar nderi i Malësisë Madhe. Edhe pse sot nuk mund të jemi të pranishëm fizikisht, zemra është aty me ju në këtë ditë të shënuar, ku nderohet jo vetëm një burr i vlerave, por edhe një rapsod i shpirtit malësor që me zërin, fjalën dhe këngën e tij ka mbajtur gjallë traditën, historinë dhe krenarinë tonë. Rapsodi Tom është shembulli i dinjitetit, periullësisë dhe dashurisë për vendlindjen. Ai ka ditur të ruajë lidhjet e forta me Malsinë edhe në diasporë në Itali ku jeton me familjen e tij të mrekullueshme e të nderuar, gruan, shpresën dhe 3 vajzat e tij brillante, gjithnjë si ambasador i vlerave shqiptare. Ky titull nuk është vetëm nder për ty, por edhe për gjithë ata që ndjehen krenar me punën, zërin dhe shpirtin tënd malësor. Malësia sot të falenderon sepse përmes artit tënd ajo dëgjohet me larg, ndihet me fort dhe rën me gjatë. Në mal të lartë je rrit me za këngën e vendit Selem e Ra, në gurë të malit, në zemër të popullit, emri yt Tom rën në krenari malësore. Urimet e përzemërt amik dhe rapsod i nderuar, me shumë respekt e mirënjohje nga familja Vera Idris Gjonaj. Edhe njerë ju falenderoj dhe uroj jetë gjatë për Tomën, edhe qofshi krenar dhe të respektuar gjithë sa jeni e gjithë jetën familja juaj. Para se t'ja napim Tomës, na mëllin me disa interpretimet vogla, mu duk të veti si mërhum me që i folin këtë katër, thash pa marrë dhon 1 minutë. Me thanë vërtetën me folë për familjen e Marvukajve dhe në veçantit Zef Martinit kam konflikt interesit se të 2 gjyshat e mi për koincidencë kanë pas probatin ose vllag ishtit. Edhe nduca e tje Zef Vaselit, se dini mirë. Këto në këtë familje me thanë vërtetën vetëm 1 personit ja kam pa sherrin. Tu kanë gjovi doktori mirë, i kam ka 19 vjeqa prind. Kur shkojnë për varrimet babave të shokve të nanave, i thëmë, këni pas fat që se këni lagje të u i gjovin, se dhe ju o këtë e bonjaq. Me thanë vërtetën së mund të rrisë, edhe vetë jam kënë një kam meti aktor amator në tentativ gjithmonë, po për humorin. Po në qovë se tonë kanë histori qështë generala, doktora, artista, prek Zefi pas dritë, ka kënë kryus dhe interpretus i veçan dhe humorit. Falmërës, O Malësi, Malësia male, o burnesh, zemër bujare, flakjeniz dhe kule kësola, o si bülbül, o pajkak në grykola, o Malësi, Malësia male, o burnesh, zemër bujare,
flakeniz, flakeniz de kulak sola. O si bülbül o pajka knugru kola. Ju këto zemra, mos qoftë kjo vend i fundit, por inshallah çdo artist që e meriton artin këtë moment, si te Tom Marvuka, sepse vërtet mu ma zemra mal që ju paski pas një dashni shumë male në përmjet durve të kryetarit bashkisë zotit Tonin Marina që të mftojnë në këtë event madhështor, po e quaj pra e faleminderit zgjidhve. Mis dashur, unë sot kam rezervua një çifteli thjesht, solo, quhet kjo, për bashkinë e Malësisë Madhe, ku aty mund vinë një instrumentist si vete më i mirë, edhe mund ta kenë aty në shenjë të respektit të talentit tim, vetëm si kujtim. Pra, për dëshirën teme, kryetarit bashkisë, zotit Tonin Marinaj. Pa,